Ka votu marrëveshjen ndërkombëtare, ka votu buxhetin I cili shkon në propagandë. E voton për dëkë. Buxheti I Kosovës 20 miliard euro. Populli I Kosovës I ditë ka me marrë vesh. 20 miliard euro nuk u shku në gazshelsa, në kapacitet energjetike, në autostrada, në tunele, në spitale, por u shku në propagandë. Vitra, për fushatat zgjedhërore, ka 200 milion, 240 milion, 300 milion, dhe asnjë kryevepër ekonomike në vendin tonë. Po ajo që mu më shqetëson, ma rrezikshme është, ma e thellë, mjerimi ideologjik, ku është Albin Kurti, të ju thonë njerëzve që I ka ma tafet, ma djere ministrit jashtëm që ka tash glauku, në dyshin e veves, ne, si Kosovë, nuk do t'jemi në radarin e Trumpit. Kjo një fakt. Në mund du tashmongum Trumpit. Tashmongum Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, ideologjia, në këtë rast, një e majt e pozime me populizm që është nacionalizm I majt, Kosovën e qënë në pa perspektivë. Por, kritika, unë e thash në fillim Dardan, është e meritume ndaj opozitës. Mirë po, a nuk është ma mirë që teun e kritikës bashkë me shtë grupe që I kanë me, se kjo s'ka opozitë Kosova, opozitë bashkume po menoj. Ka disa grupe rivale të Albin Kurtit, e mu po me qëto grupe rivale, si grupe rivale edhe ju, edhe mu mundu me për një mu angazhu Kosovë si vynë, si pas meje, një balansë I ri pushtetit. Aty, ku një parti dominon skenën politike, dominonca praktikisht demokracinë e vetë, sidomos demokracinë e bështa që janë, si juna. Që po të kuptoj pikërisht shpejt. Problemi është, Dardan, unë mendoj që me gjithë, unë e kum kritikuar edhe vetë opozitën, për shumë, unë si opoziton, kuvend Kosovës marrëveshje ndërkombëtare që kisha votu kur? Pse? Pse duhet? Për hir të popullit, pa I përhim në emër të popullit, ai po të nënshtron ty.